shumë mirë, I thashe dhe asaj pak para se të nisnim. Faleminderit shumë që më ke ardhur sot në studio, sepse dua që t'ju prezantoj me gjithë shiltërsinë e saj edhe modelin e një vajze si kjo, e cila është studente e muzikës dhe në të njëjtën kohë një soprano e shkëlqyer. Zërin e saj besoj e keni dëgjuar duke buçit edhe nëpër skenat e njohura të botës. Pavarësisht pegesave që mund të ketë kaluar gjatë jetës së saj, e lindur e verbër, por me një shpirt të madh artistik që zëri I saj të bën për vete që në momentin e parë që e dëgjon. Edhe kur flet, jo vetëm kur këndon, lejoni që t'i them mirë se ke ardhur Fiona La Pashtica. Faleminderit Verona për ftesën dhe për prezantimin të lezetshëm. Faleminderit shumë. Dhe në fakt e mendoj kështu për një me Fiona, juve që tash pse jemi para kamerës. Më ka bërë shumë qefi që të kam sot këtu. Mundova me bëni prezantim aq sa unë di edhe pse për ty kemi shumë për me fol edhe këto minuta të vazhdim kemi me shfrytzu. Ti ke lind në Vjenë, por më shqipe një shumë mirë. Faleminderit, po përse unë shumë I rrugjut edhe jam lind bilingual, prindërit mi kanë folë edhe shqip me mua. Kush ka qenë ai personi më I afërt me ty që ti ndoshta edhe kur vjen në Kosovë dhe kur vjen në Prishtinë ti mezi pret me taku, që se ke atje me vete në Vjenë. Në fakt, kam shumë familjen e madhe, ma shumë të afërt I kam me thonë drejt krejt, edhe tetet, edhe hallat e mia, kushërinat, shkoj krejt, me rrën, me vizitu, me qukon, me ta shumë nina mirë. Një përgjigje diplomatike. Mos mu hatrues, hallat, të mirë kuptoj në fakt. Edhe unë I kam të dyja dhe vështirë me I nda. Po, se krejtë kanë do kvalitete shumë të mira edhe janë familjes teme edhe shumë I dua me vërtet. Më vjen shumë mirë. Këtë vizitën këtë herë që ke bërë në Prishtinë, ose edhe herave të tjera, apo vjen më shpesh për punë, apo për qef? Më shpesh për qef, mirë për nëse gjendet diçka për shembull në intervistë ose në koncert, me qef e realizoj. E realizon si kjo jona e sotmja. Ti rrjedh nga një familje që është e njohur e artistësh në fakt, edhe kur flasim për familjen, pa diskutim që më duhet të përmend edhe babain tënd, të Triagimin, I cili është një emër I njohur për gjithë neve dhe që ka dhënë shumë për skenën. Pra, ti vështirë se kishe dalë në doktoresh ose ku e di unë nga profesionet të tjera. Është e ditur që do mirej me muzikën, a? Po, dhe qishëm, unë kur, për shembull, kur unë kam jetu me familjen teme, ata më kanë jep shumë lirin, për shembull, që du me bo, edhe unë jam interesu shumë për psikologji, edhe shumë jam eduku edhe në atë drejtim. Mirë po, muzika mu si person më ka tërhek më shumë ti. Edhe besoj me babin, atë bën kjo që për shkak edhe ai që mirët me muzikën jeni ma të lidhun edhe të kanë mbështet më tepër, apo të gjithë e kanë rolin e vetë? Jo, po kjo e sigurt, baba jam shumë më kanë ndihmu, më kanë mbështet edhe po se betasojnë edhe unë po mirëna me muzikë. Më vjen shumë mirë. Dhe fakti në fakt që ti ke lind atje, edhe ke shqipën kaq të mirë, besoj të ka bërë ty shpesh herë me I pyet edhe prindrit, edhe familjarët e tjerë, për Kosovën, për shqiptarët, ose edhe për rrethanat, se qysh keni përfundu ju atje? Çka din ti për historinë e juaj, pra se si ka shku familja jote në Vjenë? Baba jem ka ik pas lufte, edhe ai ka jetu shumë kohë gjatë në Kentën, në Klagenfurt. E tani jam njoftu prindë min, Prishtinë, edhe babi e ka marrë mamën teme dhe jam shku në Vjenë, e pastaj jam lindune. E pastaj ke lind ti. Çka të kanë tregu prindrit për lindjen tënde? Qysh ka qenë si proces? Sa ka qenë proces I vështirë për mamin, lindja jote, ardhja jote në këtë jetë? Jam gëzuar që jam lind shumë, si nga ana e babit ose nga ana e mamit, mirë po u konë pak e vështirë sepse unë mas lindjes teme u realizu një smundje, qëllet doktor nuk kanë ditë me zbulu në fillim, jam konë 2 muaj e gjysmë me një spital pas lindjes time, u konë me vërtet shumë e zorshme dhe për nënën time se s'kan di që ako mu bo, ako me mbejetu, ako me mujt me ecë. Mujna me thonë që shqyqër Zotit që I kum dalë veç e verë, përse ka mujt edhe shumë sene me ndollë. Amo even though shumë janë që
natyrisht gëzuar që më kanë. Patjetër, edhe janë shumë krenar me ty, besoj ta thonë shumë shpesh, ti ke arrit me i bu krenar për vajzën që je sot, për vajzën e shkolluar, të edukuar edhe me talentin që ke. Faleminderit. Nuk e dyshoj këtë pjesë. Por, kur flasim për muzikën, unë e thash na ke bu krenar gjithë neve, dhe unë kam pa shumë prej videoet tua ti duke performu në skena shumë dha që dikush i ka ëndër, pra jeton shumë vite në jetë edhe nuk i shkel ato skena. Ose ndoshta shkon për t'jetë i ftuar që ta shijoj koncertin. Cili ka qenë momenti i parë, Fiona, ku ti ke marrë pjesë në një skenë më të madhe, në një organizim më të rëndësishëm për ty, që ti ke thënë, okej, wow, po marrë pjesë këtu edhe do të këndoj këtu? Unë mes meni ja kum nis me muzikë dhe jam kanë shumë njerëz që më kanë zbuluar, edhe mësuesja ime e kort, me qëllim e kum bë shumë projekte të gjata, edhe koncertet e mi fillestar jam kanë me do shkolla ose me do kisha, mirë po performance shumë e rëndësishme që më ka dokt mua u kanë në atë masterclass me Zotëri Ramlahaj që më ka mundësuar ato. Përse edhe performancat tjera në Austri më kanë shumë special për mua, mirë po kjo kanë diçka shumë speciale me Zotëri Ramlahaj, përse edhe ajo është shumë këngëtar i famshëm në këtë botë dhe kom punua me shumë profesionista. Po kuptoj unë që aty të emocionojnë më tepër kur ti bën performanca para audiencës shqiptare dhe me shqiptarët, pavarësisht që ke shkelur edhe ato ndërkombëtare. Edhe kjo. Edhe kjo, po në shkollë, atëherë kur ke filluar të këndosh edhe të marrësh pjesë në organizime të tilla, si të ka pritur shkolla, si të kam pritur miqtë e asaj kohe? Ke qenë gjithmonë e pranuar apo ka pasur edhe dikush që ka dyshu në talentin tënd ndonjëherë? Me thënë drejt për talent, i kam qenë shumë e pranuar, edhe njerëzit më kanë mbështetur siguri, kështu që po për talentet u kanë shumë fajin edhe më kanë mbështetur edhe kanë ndihmu. Ana sociale është ndoshta diçka tjetër, përse ti ka pas pak do probleme, përse nuk ka mujt mu integru në anën sociale, u kanë pak vështirë për mu, mirë po në talentin u kanë fajin. Po pse, Fiona, pse ka qenë e vështirë për ty me u integru? Nuk je ndje e pranume, e mirë se ardhu në një rreth shoqëror, apo ti askush nuk zgjedh me qëndru vetën edhe pa pas shoqe, pa pas shok. Ç'është ke përjetu ti? Unë nuk jam një e pranuar, gjithë se kom pas një ndjenjë që unë jam ndryshe se njerëz tjerë, e jo vetëm sepse jem e verbër, se unë i kom shku dhe me një shkollë, ku janë ka njerëz të verbër, mirë po edhe ata, aty nuk kom një bashkë e pranuar. Me vërtet, nuk mund të them pse është qështu, dhe mu ka herë më piklon, drejt thonë, përse gjithkush ka qef me pas një rreth social, shoqëni, dhe kështu. Mirë po, pak si vështirë dhe nuk mund të shpjegoj pse, ndoshta sepse inteligjenca ndoshta është pak më high, ose kam do shikime për botë që janë pak më ndryshe se njerëz tjerë. Nuk e di. Po kjo nuk të bën ty më pak të mirë se unë ose se dikush tjetër. Po. Bile, ti ke shumë gjëra që unë si kam, për shembull. Dhe këtë, sidomos kur flasim për muzikën klasike që ti e bën, vështirë se mund ta bëjnë edhe ata që kanë zë të mirë e këndojnë zhanre tjera. Ti e do vetëm klasikën, apo je hapur edhe për zhanre tjera? I këndon edhe të tjera? Po, unë këndoj edhe më gjithë qef jazz as a soul. Edhe këto i kam zhanre të zemrës. Këto i ketë zemrës, a? Po atë zonin edhe këngëtaren e preferuar ose këngëtarin e zemrës, ko e ke? Ko e ke diko që kur e dëgjon në thjesht të emocionon shumë, t'jep shumë emocion për mes këngës? Te jazzi është natyrisht Ella Fitzgerald, ajo është me vërtet shumë e mirë, ka zonin e mrekulluar. E te klasike e du shumë Anne-Sophie von Otta. Okej. Dhe babit ka kërku ndonjë duet deri tani, që ta bëni një duet bashk? Po, do të bëhet
me ndihmë të Zotit në të ardhshmen. Mirë po, na e kena pak dallim me iknon rock, unë iknon klasike, mirë po do të gjejmë diçka, sigurisht. Do ta gjeni mesin, ë? Që të tingëlloj bukur kënga. Se është vështirë më duket kur nuk përshtaten pra dy zhanret ose dy stilet e muzikës në një këngë. Mirë po, mund të gjejmë mesin, unë jam optimiste. Ta gjeni. Çfarë këshille të bukur të ka marrë në mendje prej babit që ta ka dhënë? Ose dhe prej mamit, pse jo? Këshillet bukur. Mush më kanë thonë prindërit e mi shumë herë me najt autentike. Me që ato që kom zemër me shprej dhe mos e marr gjëra prej njerëzve tjerë, për shembull mos to don't fake yourself, but me kon natural. Me kon natyrale, autentike. Dhe kështu ti je sot, vrehet qartë edhe në bisedën që po e bojmë. Po unë po kam shumë dëshirë me ta dëgju zonin, nëse ti don me më këndu diçka, çka do që zgjedh ti, je lirisht e mirëseardhur. Nëse nuk don, e lojmë fare dhe vazhdojmë po muhabet. Ç'është dush ti? Me gjithë qef, po du me kënu Lorelei prej Robert Schumann. Okej, hajde. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet da oben wunderbar. Ihr goldes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldnes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer, dem kleinen Schiffe, ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen den Lorelei getan. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Sa bukur, Fiona shumë bukur. Më pëlqeu shumë dhe faleminderit që ma dhe kënaqësinë me pas një video për emisionin tim me performancën që kur të pas disa viteve, kur të shkelësh ti në skena akoma më të nda, unë të them, shiko se kam pasur Fionën këtu, ka këndu ma përpara te unë në emision. Faleminderit. Më vjen shumë mirë edhe që takova, po në fund dua të më japësh një mesazh për gjitha vajzat, për të gjithë djemt që ndoshta mund të kenë edhe mund të jenë në të njëjtën situatë si ti, mund të gjenden në situata edhe më të vështira ndoshta, por kanë ato dilema dhe ndoshta nuk e kanë këtë kurajon për të vazhdu me i ndjek ëndrat ashtu siç ke bëti. Po, sigurisht janë situata pak nështë të vështira për do njerëz, mirë po, qa mund të unë t'ju jepi është me përcjell dëshirat dhe me bë më të mujshëm, nuk kam rëndësi çfarë gjendje është, por me bë më të mujshëm për me plotësu dëshirat e juaja. Dhe shpresoj shumë që ta ke ndëgjuar edhe t'ju ke dhënë forcë, sepse je modeli më i mirë i vajzave që gjithçka arrihet kur e do me gjithë shpirt. Faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit juve. Tani do e përmbyll emisionin dhe siç e përmbyllim rëndom është me Arbrin. Kam Arbrin këtu që do të na këndoj një këngë për fund. Takojmë nesër. The time of my life, knew I never been this way before. Yes, I swear.